5 antarët e Këshillit që kishin qartë përgjegjësinë dhe detyrën e tyre kanë dorëzuar raportin për seancën plenare. Sipas rregullores, konkretisht pikës 3 të nenin 118 të rregullores Kuvendit, ju, zoti kryetar, jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregulloria e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim, sepse po e çoni e keni çuar në limite 3 mujore të shqyrtimit të kësaj kërkese, në kundërshtim flagrant me çdo praktikë parlamentare të ndjekur deri më sot nga ky kuvend. Zoti kryetar, ju e zvarritët këtë procedurë përmes mos mbledhjes së Këshillit për gati 2 muaj, duke penguar funksionimi normal në përputhje me rregulloren dhe kushtetutën të organeve të Kuvendit. Tani po zvarrisni përfshirjen e kësaj çështje në rend të ditës. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. Këshillit të mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit të mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste e kemi bërë qartë qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e Kuvendit këtë akt procedural të Kuvendit të Shqipërisë. Në Këshillin e mandateve ka pasur 2 mendime dhe 2 qëndrime dhe kjo është e qartë në procedurën e asaj mbledhje. Dhe në rregulloren e Kuvendit në nenin 118.3 thuhet qartë se në përfundim të shqyrtimit Këshilli brenda 2 javëve harton një raport. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është një grup parlamentar serioz, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i Kuvendit apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Kështu që në këtë këndvështrim më datë 23 shkurt, kam komunikuar publikisht se sapo të depozitohet nga të 5 deputetët rekomandimi nga ana jon, do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimi se po shkelet afati, sepse afati 2 javor është përpara datës së përfundimit të afatit të shqyrtimit që është data 17 mars, e përpasoj sqaroj publikun që sapo të jetë gati brenda këtij afati në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte.